nuk donte të aratise. Pak veta sot, po, themi ne po ikin shqiptar, pak veta ka që nuk duan të ikin. Pra, nuk është e thënë që duhet ketë një motiv, një motiv ideologjik. Okej, regjimi Kos e kishte për detyrë që ta ideologjizonte dhe veprimin e Spiros. Po Spirua ishte njeri në moshën 19 vjeçe. 19 vjeçe? Po 19 vjeçe. E këtëmane, imaginon do t'i tani. Ashtu, dhe kishte në Tiranë. Po Vlashi sa ishte? Vlashi duhet ishte dhe 35-37 vjeç, ishte i math. Dhe në këtë mënyrë, në vendosi që të plus detyrime, shiko, ki parasysh, mos të harojmë, qëfar do ndodhte me familjen e Spiros nëse Spiro do aratisej? Po pa diskutim ato që kanë ndodhur. Atëre këte ka menduar? Po me familjet e këtyre qikën? Ata e kishin ndarë mendjen përpara, Spiro nuk kishte ndarë mendjen. Sepse dhe ne kishe një luftë me veten. Po ai e mori vesh në det që do aratisesh. E kupton? Dhe nuk ishte e vullnetshme. Nuk ishte e vullnetshme, ata e kishin të vullnetshme. Nësa ky do ishte i detyruar. Ishte i detyruar, prandaj po them që nuk duhet për te ideologjizimeve ka pasur dhe arsye personale. E këto ka qenë njeri ka pas një familje, ka pas persekutimin. Në momenti që ty të thonë do aratisemi, ty të vete në mendje në atë moment çfarë do t'i ndodh familjes time mbas kësaj. Ty të ka shkuar në vend? Natyrisht ka shkuar. Ka shkuar, Po natyrisht. Jo, kur them çfarë do t'i ndodh. Ti në 89 je diplomuar. Jam diplomuar. Po jo, problemi është që dhe unë kam pasur disa situata për shembull. Jo, një sekond. Ti ishe oficer marine? Po. Në 89-ën. Deri në 90-ën. Kur u diplomove? Jo për aratisje, ku ndodh në atë kohë, kur bëje një veprim, të vende mendja, shiko, po e bëra kështu, qa do t'i ndodh familjes? Ore, jo, po të pjesë direkt unë ty. Ti ishe oficer marine, atë shkën e në mërë me një nga këto? Fara? Jo. Pse? Pse? Duhet jemi dhe korrekt, sepse unë jam djali vetëm. Kisha 2 prindër. Pse do aratisësh? Për qa arsye? Djali vetëm sa motra? Një motër kam, vetëm ishte e martuar. Përse do aratisesha unë? Për qa do aratisesha? Për qa? Për qa? Unë kisha përgjegjësi ndaj familjes. Së vajti asë një ndërmen 89 Shqipëria kësherë, asë njëherë, po 89 nuk kam asë një tentativë që të aratisen. Ore, në mendje the muna? Asë në mendje po tem. Se në mendje nuk dënojshë. Biles, ka një rast në vitin 91 që mua më ka... Ishte një grup që do merte një anje, më futën dhe mua, më përfshin dhe mua në këtë histori, ata të sigurimit, kanë vajtur dhe në komandë flotës, sepse në atë kohë duhet që të... Në 91? Në 91. Kanë vajtur në komandë flotës dhe ka qenë komisari flotës që atje ku është unë e përqafoj, i ka thënë, ore, ti e di, miri kështë dhe që mi këta të tjerë t'i kuptova, po me qollari do aratisë dhe kështë dhe. Po i thaj, po nga e di, po kështë, ore, ti e di që është djali vetë ma i kështë dhe.